Me që thirrja jam është bo publike në lidhje me kthimin e banorëve tjerë shqiptarë në këtë pjesë veriore, dikujt kjo nuk i konvenon. Ky sulm qyqar neve nuk na ndalon, nuk na frikson. Këto janë dëmet e shkaktuara nga zjarrvënia e ndodhur mes natën e së dielës në pronën e familjes Berisha në Zveçan. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ende nuk është identifikuar ndonjë i dyshimt. Ndërkaq për Kallxo.com u rrëfye vajza e pronarit të kësaj shtëpie, Zana Berisha. Ajo tha se familja e saj po i bënin përgatitjet e fundit për të rikthyer në pronën e tyre pas 28 vitesh. Po menoj arsyet janë dishme tash aktualisht me që historia jonë është bo publike, me që thirrja jam është bo publike në lidhje me kthimin e banorëve tjerë shqiptarë në këtë pjesë veriore, dikujt kjo nuk i konvenon. Po kjo nuk do të thotë që na kena me u zbraps. Ky sulm thjesht na e forcon bindjen që na jemi në rrugën e drejtë. Nuk po kërkojmë kurrë më shumë se aq sa na takon, jemi kthyr në shtëpinë tonë, pronën tonë. Ky sulm qyqar neve nuk na ndalon, nuk na frikson, thjesht na i kanë ndezë motorët neve, i kanë ndezë motorët e institucioneve, edhe shumë më shpejt se edhe që kemi prit na kemi me u kthy komplet në shtëpinë tonë. Kështu që thjesht sulm i ligë, me tendenca me na friksu, po nuk kanë me arrit qëllimit. Prej marrjes të konfirmimit që shtëpia jonë ka me u renovu prej qeverisë, na veç kemi fillu si familje prej fundit mujit shkort, fillimit mujit mars, na efektivisht kemi fillu dhe jemi angazhu. Shpinë fillim e kemi gjetë një gjendje tepër të keqe, kemi punu pandër prej deri ditën e djeshme, me prind, me familjar, jemi mundu që pak a shumë një fa normalitete me kthy në oborin tonë që na me shfrytzu. Në momentin që shtëpia finalizohet, renovohet, na kemi me u kthy, pa dyshim, ajo është dita që na mezi po e presim. Pas mesnatës, dikur rreth orës 00:10 minuta, një banor i lagjës, asoj lagje në Zveçan, ka raportuar tek ne që është duke u djegur në shtëpi. Policia më njëherë është përgjigjur thirrjes, ka dalë në vend ngjarjes, gjithashtu edhe zjarrfiksat, cilët e kanë lokalizuar zjarrin. Për momentin janë shkaktuar dome materiale, aktualisht nuk e dim vlerën e domit, mirë po të gjitha njësitë kanë dalë në vend ngjarje, njësitë relevante dhe rasti mbetet në hetim. Pra është kontaktuar edhe prokurori kujdestar dhe rasti është mbetet iniciuar si zjarrvënie dhe është në hetime. Deri tash a ka ndonjë të dyshimt? Jo, aktualisht nuk kemi ndonjë të dyshuar, mirë po presim që hetimet të vazhdojnë me procesin e